nisur akuzën tonë me këtë monopatinën që kam mbritur tani live në studio, se thatë që i ndaluat, ja dëgjoni akuzuesin tonë. Rigel Xhemollari është me ne, ata kanë bërë një lëvizje shumë të bukur, që është një lëvizje proteste, edhe protest për monopatina, shumë interesante. Erdhe deri këtu me monopatinë, Nuk kam ardhur me mjetin më kriminal për momentin për policinë e shtetit, me monopatinën elektrike. Po, se doli ministri aso kohë edhe tha, do ndalohen të gjitha, po... Do ndalohen dhe do lejohen më vonë, tha, pas sikur Të me thënë, ju mund të shikoni makina që hypin trotuar, që parkojnë 2-3, që motora që hypin të qytetarët, po nuk kemi parë policë që vrapojnë pas tyre. Të vetmit policë që kemi parë që vrapojnë, janë ata që ndjekin monopatina dhe të rinjë. Që nga padër është shpallur armike? Po, është armike e shtetit, është mjeti mi kriminalizuar për momentin, dhe me urdhër të ministres, në fakt, të brëndshme, ish ministres. Që është zëvendës kryeministre tani, po? Dhe ish drejtorit policisë, sepse janë bërë të dy ishte. U bën të dy isha një ditë pas protestës sonë, jo se bëm në protest, por sepse mendoj që kanë marrë vendimet të cilat kanë shkaktuar pasojat e qytetarët. Se qa pasojat shkaktuar? Po ja, për shembull, në rastin ton, janë 10.000 përdorues monopatinash në Tiranë, të cilët me zero kosto, me zero ndotje dhe me shumë eficiencë shkonin në vendin e punës, shkonin në universitet, shkonin në shkollë, shkonin në spital. Tani akuza jote është për t'i ndaluar apo për t'i lejuar? Për t'i lejuar, sigurisht. Për t'i lejuar? Jo, unë jam kundra një. Jo, unë jam kundra që... Po pse e kundër? Sepse ata nuk kanë fare norma ecje në kryeqytet. Po ne nuk kemi kundër normave, ne nuk kemi kundër regullave. Po si do t'i ndalojmë dhe makinat atëre? Po si do t'i... Pa tjetër t'i ndalojmë, po. Po mirë shkojmë të Gomari. Po atje të shkojmë. Atje të shkojmë, pa tjetër. Po. Atëre, qëfar i kemi kërkuar në ministrës? Ato hecin, e di si hecin ata? E di si hecin ata? Si do t'i rregullosh normat e tyre ti? Si që ka reguluar Gjermania, si që ka reguluar Portugalia, si që ka reguluar Greqia. Ato monopatina, dhe këtë nuk po improvizojmë live në studio, se unë e dija sikur ti ishe këtu për ti... Nuk ma tregoj deri në fund Erioni. Jo, nuk jam ministri, nuk jam ministri brendshëm. Jo, shiko tani. Ato janë bërë për të lëvizur në për kapanona njerë. Nuk janë bërë për të dalë në rrugë, po është e vërtet. Po është e vërtet. Nuk është e vërtet. Po, shumë e vërtet. Unë kam parë në rrugët e Selanikut. Ato janë bërë për të lëvizur në mes të kapanonave në për... Janë të tjera ato, janë me kapacitet tjera. Po si akufizon shpejtësinë asaj ti? Sepse ti mund të prodhosh dhe ka monopatina që nuk e kaloj 25 km/h. Sa kilometra në orë ecën ajo? Kjo ecën deri në 30, por unë asnjëherë nuk e kam çuar tek 30. Po ti të duken pak 30 kilometra në orë? Nuk e kam çuar te 30-a, nuk e Se kam kaluar. 30 kilometra në orë duhet eci makina në kryeqytet, domethënë. Çfarë kemi